Si ju duket atmosfera sot? Atmosfera më mirë s'ka, që po sebe të takojemi njëri me tjetrin, lojat për qef, më mirë s'bohet. Cila skuadra ju e preferuar? Po neve tash të Strugës nuk e kemi, po Manastirin të zgjedhim, që kur të kemi ty e pe Manastiri. Manastiri do me thënë fiton këtë kup? Aty sun të thomë kush do fitohet, se e kemi Danger Abdelajtin, po edhe Manastiri i fort, po Streci se shikota ma. Kryesora kalojnë bukur. Më mirë s'ka, thashun, që u bashkuam, të rrallë shifemi. Unë për Skenderbeun, jam këtu, like, make sure. Mendon se ka për ta fitu kupën? Se di. Kush është pjesa më e bukur e këtij kampionati? Cila pjesë të pëlqen më shumë? Pjesa që më pëlqen më shumë është se krejt njerëzit janë këtu bashkë edhe muzika, atmosfera. Po, më pëlqen më shumë te. Time. Illyrian. And did you watch the game Manastir and Ostrets? Yeah, I watched some of it. Who did you go for? Manastir. Of course Manastir. Did they play good? Yeah, very good. Manastir forever. Oh. Do you want to see them in the final? Yeah, of course. I want to see them win the final. Cila skuadër mendon se do fitoj këtë radhë? Prespa. A je prespare? Je nga Prespa? Jo. Kush është pjesa më e bukur që mendon nga gjithë kampionati që zhvillohet këtu? Gjithçka që bashkohen familjet, atmosfera, muzika, gjithçka. Ne urojmë edhe shpresojmë shumë që ta kaloni shumë mirë. Faleminderit. Edhe ju urojmë Prespës fitore. Inshallah. Hajde Prespa! Për cilën skuadër bëni tifo këtë radhë? Me KF Shqipëria. KF Vllaznia. Shqipëria. Vllaznia. Illyria. Melbourne Illyria. Vllaznia. Kimi si ka qenë? Si? Ushqimi? Delicious. Yeah. Ajo shishme. Tjetër gjë që të ka ngel më në mendje që të pëlqen më shumë? Edhe kafja kënë mirë. Edhe kafja? Edhe kafja, po.
everyone like just comes together. You know, every year we come together. It's beautiful. You know, just to watch football. Beautiful. Po, shpresa s'dej vdes e fundit, si që thonë, tani këtu jemi për t'i mbështetur, me kismet mundet të kalojmë. Jo, përveç futbollit, atmosfera, gjithë atmosfera të si u pëlqen si vjet. Është e papërshkrueshme, shumë mirë, numër shumë të madh nga shqiptarët që kanë ardhur nga çdo anë. Kështu u pafshim gjithmonë. Si mund ta përmirësojmë në të ardhmen? Po, si të vështirë për ta përmirësuar në këtë standard që nuk kemi me se ta krahasojmë diçka ndryshe me këtë. Kjo është niveli besoj më i lartë që kemi arritur si komunitet. Organizimi të këtillë nuk ka se mund të krahasojmë besoj. Po, besoj si them, nëse ka më shumë nga jashtë Viktorisë, mund ndoshta të vinë të organizojnë, ajo mund të jetë në një mënyrë. Faleminderit, inshallah Manastiri fiton. Inshallah presto. Let's go, Austrians! Let's go! Manastir. Manastir? Manastir. Manastir. The dancing and the soccer. I'd say the soccer. The music. Amanda, si të pëlqen atmosfera? Atmosfera këtu, sinqerisht, është shumë e bukur. Çfarë të pëlqen më tepër? Më pëlqen organizimi sepse hapësira është shumë e madhe, edhe njerëzit kanë vend me bollak për çdo njeri, si DJ, si njerëzit që shesin, që vinë vërdall, hapësira shumë e bukur, edhe koha shqyqyr Zotit na ka ndihmuar sot, edhe tjetër atmosfera krijuar nga sportistët tanë, nga skuadrat, që secili më shumë pjesa më e madhe ka ardhur për të ndjekur ato dhe sigurisht për të njohur me njerëzit, për të takuar se është rasti më i mirë mund të themi. Ti cilën skuadër e bën tifo? Tani më ke bllokuar me këtë pyetje, po unë nuk jam shumë tifoz, më pëlqen për ata që fitojnë, unë bëj skuadër për ata që fitojnë, bëj tifo për ata që fitojnë. A pedojnë çik futboll apo jo? Dje e pam 2 ndeshje, kurse sot i mista se sa pa më shumë njerëz. Faleminderit, kalofshi mirë, Faleminderit, të mira gjithë edhe juve, gjithashtu. Faleminderit. Po me rëndësia është që ky manifestim se unë kam marrë nga Presheva të djali im këtu dhe kjo frym më ka bo me emocione se shqiptarë këtu së bashku organizojnë një eveniment të tillë në sport dhe dha Zoti që këtë ta vazhdojnë vit për viti, por kam edhe një sugjerim që gjuha shqipe më tepër në për familje të flitet, sepse neve si kom gjuha na identifikon. Mos pari gjuha, për atë quhemi shqiptar, pastaj flamuri, për fejet mos flasmi se nuk ka, fen është personale e zokut, e dim se kemi 4 konfesione fetare brenda shqiptarëve, por e kemi atë tolerancën maksimale që asnjë popull nuk e ka.